Ish polici serbis Shaqer Ludvia u dënua me 10 vjet burgim për krime lufte të kryera rreth 3 dekada më parë në Prizren. Ludvia u bë përgjegjës për masa represive të vrasjes, arrestimit, rrahjes, maltretimit e trajtimit shnjërzor të kryera si inspektor dhe polic në stacionin policor të këtij qyteti bashkë me persona të tjerë. I akuzuar i Shaqer Ludvia me shënime personale së shkresë të Londës është fajtur sepse ka kryer veprën penale, krime luftës kundër popullsisë civile, e sankcionuar me nenin 1/4 të lidhur me nenin 22 të ligjit penal të Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë. Të njëjtin e gjykon me dënim me burgim në afat prej 10 viteve. Koha kaluar në para burgim i llogaritet në dënimin e shqiptuar nga data 14/10/2023 deri në plotësiminë e këtij aktgjykimi. Në seancën ku ju shqiptua dënimi, mungoi Ludvia. Në akt akuzë të prokurorisë speciale thuhet se ai me të pandehurit e tjerë kanë përdorur mjete të rrymës elektrike, të cilat u vendosin në pjesën e duarve me qras si pasojë e saj. Një qytetar me inicialet RJ kishte vdekur, ndërsa persona të tjerë pësuan lëndime trupore. Në të theksohet se gjatë marrjes në pyetje të dëmtuarit i ka rrahur me boksa e shqelma e me mjete të tjera të forta duke ushtruar trajtim njerëzor. Vendimin e themelorës e mirëpriti prokuroria speciale, e cila ka shprehur edhe zotimin për të vazhduar ndjekjen e kriminalëve tjerë të luftës. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës riafirmon përkushtimin në hetimin dhe ndjekjen penale të krimeve të luftës me qëllim të garantimit të drejtësisë për viktimat dhe forcimit të sundimit të ligjit në Republikën e Kosovës. Në seancën fillestare të mbajtur në shtator të vitit të kaluar, i akuzuari Ludvia u deklarua i pafajshëm për akuzën që e vërtetoi themelorja dhe i dënoi krimet e luftës të kryera në Prizren gjatë viteve 1998-99.